Brenda datës 2 qershor, tatimet do të zbulojnë listën e bizneseve që do të përfitojnë nga fshirja e detyrimeve tatimore, si dhe atyre që nuk përfitojnë. Udhëzimi për të vënë në zbatim procesin tashmë është publikuar në fletoren zyrtare, ndërsa janë sqaruar etapat që do të ndiqen. Po ashtu bëhet e ditur se nga data 10 qershor e këtij viti, tatim paguesit mund të kryejnë pagesat për të përfituar nga fshirja e detyrimeve të krijuara deri në 31 dhjetor 2014. Megjithatë, saktësohet se për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore nuk falet detyrimi principal. Falja e 50% e principalit për detyrimet nga viti 2015 deri në 2019 do të pranohet nëse paguhet brenda 30 qershorit. Për ata që nuk e arrin dot këtë afat, do të kenë mundësinë të përfitojnë faljen e 25% të principalit nëse shuma tjetër paguhet deri në fund të këtij viti. Një tjetër periudhë e përfshirë në ligj është ajo e vitit 2020-2024, ku nëse paguhen detyrimet, do të falen vetëm gjobat dhe kamatvonesat, që po ashtu fshihen dhe nëse kompanitë përfshihen në 3 etapat e tjera. Pas hartimit të listës, tatimet do t'u dërgojnë njoftim bizneseve, ndërsa do të vijohet me kompensimin e tepëricës kreditore të TVSH-s. Për subjektet që ka një vendim gjyqësor, nuk do të ketë asnjë falje, por për ata që janë në një proces të përballjes me drejtësinë, do të ketë lehtësim, por nëse heqin dorë nga padia.